Detajet e reja janë zbardhur sa i takon vrasjes së 24 vjeçares palestineze në Tiranë. Palestinesja 24 vjeçare Rayan Alwan, e cila u vra me thik nga jati në Tiranë, rezulton të ketë qenë më parë e martuar, por ishte divorcuar dhe nga martesa e saj kishte 3 fëmijë, të cilët janë me babain e fëmijëve. Familjarët në Gjermani kanë dhënë dëshmi se 24 vjeçaria bënte jetë të lirë dhe larg parimeve të Islamit, gjë që është kundërshtuar sidomos nga babai i saj Fadi Alwan. Nga të dhënat e siguruara nga autoritetet gjermane rezulton se 24 vjeçaria Rayan Alwan, e cila u gjet e vrarë në Tiranë, kishte bërë një denoncim kundër familjarëve të saj në janar të vitit 2024. Ajo kishte denoncuar prindrit, nënën dhe babain e saj, duke i akuzuar për dhunë fizike dhe psikologjike. Sipas dëshmisë së saj, dhuna kishte ardhur si pasojë e mos dakordësisë së tyre në mënyrën e saj të jetesës, e cila sipas prindërve nuk respektonte rregullat e fesë islame. Gjithashtu hetimet kanë zbuluar se dokumentet greke me të cilat ajo kishte hyrë në Shqipëri kanë qenë të falsifikuara. Dyshimet kryesore të autoriteteve lidhen me babain e saj, Fadi Alwan, 49 vjeç, i cili dyshohet se ka sjellë vajzën në Shqipëri me qëllimin për ta vrarë. Burime nga hetimi tregojnë se ai është larguar drejt Libanit, ndërsa Interpol Shqipëria është vënë në lëvizje për të lokalizuar dhe arrestuar me qëllimin e ekstradimit të tij drejt Shqipërisë. Ndërkohë ende pritet rezultatet e ekspertizës mjekoligjore, të cilat do ndihmojnë në përcaktimin e saktë të kohës dhe rrethanave të vrasjes së 24 vjeçares. Policia shqiptare vijon hetimet për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje të rëndë. Fadi Alwan bëriti me të bie nga Gjermania në Tiranë në 19 shkurt, nuk i tregoi askujt identitetin dhe e vrau me thik në dhomën me qira në katin e 3 të një godine në rrugën Gjon Muzaka dhe iku me avion drejt Athinës, i qetë, ende pa u gjetur trupi i pajetës së bijës, të cilën e zbulon në 27 shkurt pronari e banesës. Ai mori gjithçka me vete, pasaportën e vajzës, celularin e saj me shpresën se nuk do të zbulohej. Nga Athina në planin e tij të mirë organizuar, 49 vjeçari palestinez udhëtoi drejt Amsterdamit e mëtej drejt Libanit. Lokalizimin e fundit është bërë atje dhe në bashkëpunim me Interpol po punohet për arrestimin.